Tani, a do lidhemi, as do lidhemi. Po nëse lidhemi, si do lidhemi, nëse nuk lidhemi, unë të dua. Por edhe unë të dua, por nuk e di a do lidhemi. Po çfarë do bëjmë? Po nëse nuk shkon? Po nëse nuk shkon këtu, nuk do shkon as jashtë. Po nëse këtu nuk shkon, shkon jashtë, jemi në mëdyshje. Nuk e di ma do lidhemi as do lidhemi. Kjo ishte tema që në fakt Gjesti po fliste natën e mbrëmshme me Eglin. Egli i kërkon që Gjesti të jetë me të, do të krijojë një lidhje dashurie, siç duket janë në nismën e tyre. Një puthje ka ndodhur në sauna, sepse gjithë sauna u mbush me avull dhe nuk dukeshte asnjë gjë dhe Gjesti vuri peshkirin e kaltërt me lori kafe e vuri tek pjesa e ndarses, do me thënë tek sauna dhe diçka ndodhi. Kamera nuk mundeshte të filmon, por siç duket një puthje u dha dhe për këtë jam 100% i sigurt. Jam shumë i sigurt për këtë sepse edhe vllau i madh pati 2-3 herë reagime, por kamera nga avulli nuk mundi dot ta kapën puthjen. Dhe Gjesti dhe Egli janë puthur në sauna. Tani, do me thënë çifti ka vazhduar lidhjen, por e mbajnë të njëjtin ritëm si më parë. Para se Egli të largoheshte nga shtëpia e Big Brotherit, me rihyrjen e saj të dytë, nxori shumë sekrete që poshtë i organit më puthje, në dhomën e rrëfimit më puthje, publikisht deklaroje që nuk e kam të dashur, publikisht thuaje që nuk e kam të dashur, por në shumicën e rasteve doje të kalosh momente me mua, më fusje duar, do me thënë, kanë qenë tema të shumë komentuara në raport me Eglin edhe me Gjestin, sidomos kur ato të dy grindeshin. Në acare si për ato ishin të vërtet, edhe i thonin ato gjëra që në fakt i kishin bërë në shtëpinë e Big Brother dhe kishin puthur, ishin emocionuar, ishin pasionuar, ishin komplimentuar mes njëri tjetrit dhe ka 2 net që në krevatin e tyre, se tash ato flenë bashkë në krevat, ka 2 net që ato po komentojnë këtë temën. Që ç'a do bëjmë? Do lidhemi apo s'do lidhemi? Unë do lidhemi se të dua, ti mua më do, unë kam frikë. Me thënë është një lloj frike që i mban, por unë jam shumë i bindur që për të ndihmuar Eglin që të shkojë në finale, Gjesti do bën të pamundurën dhe do thyen kutinë e unazës, sepse në kutinë e unazës ka një lloj sekreti që Egli do ta zbulon me patjetër sapo të hapën atë zarfin. Do me thënë po lindë një dashuri e bukur, një dashuri që në fakt ka një lloj nisje të fshehtë, sepse ka një lloj frike, një lloj ndrojtje tek Gjesti dhe nuk e di se çfarë është kjo pjesa që Gjestin e pengon të thotë po, unë e dua këtë vajzën dhe dua të vazhdoj përpara. Po ka një lloj ndrojtje. Gjesti ka thënë Egli që kjo djellza e shumë përmendur në shtëpinë e Big Brotherit nuk ekziston, nuk është e vërtet, nuk jeton, nuk është një njeri i gjallë. Tani, do me thënë është thjesht një figurë, një personazh i imagjinuar nga ana e Gjestit dhe e sjellur në këtë shtëpi. Që kjo në kupton që mes kësaj djellzës dhe Gjestit nuk ka patur dot asnjë gjë dhe këtu kanë rënë prej të gjithë ato njerëz të cilët në fakt kanë komentuar për këtë marrëdhënie. Tani është interesante çuditërisht. Do me thënë Gjesti unë e shoh që e ndjen se po të mos e ndjente Gjesti, Egli nuk do t'i shkonte non stop mbrapa, se për shembull pse nuk e bën me femrat e tjera në shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse është ofenduar pa fund për këtë pjesën, është neglizhuar pa fund për këtë pjesën, është do me thënë është cënuar pa fund, ka patur goca si Rozana që i ka thënë Gjesti që ti mua më ke përdor, ti ke dashur mua të më shohësh gjoksin, ti ke dashur mua të më shohësh trupin, do me thënë e kanë quajtur një tip mashkulli që vrapon pas femrash, po mua nuk më duket i kështu. Mua më duket që Gjesti ka vrapuar vetëm pas Eglit në shtëpinë e Big Brotherit dhe vazhdon ta bën po të njëjtën gjë. Dhe kjo nuk kupton që Gjesti brenda shpirtit të tij ndjen Eglin, por ka një lum këtu në mes që e ndan këtë ndjenjën edhe nuk e pranon dot Gjesti. Ose dëshiron që të merr një konfirmim nga familja e tij, ose e pret situatën jashtë për t'u lidhur me Eglin. Nuk ma merr mendja që Gjesti ka një plan B në raport me Eglin, sepse nuk mund të ketë një plan B një mashkull i cili e do një gocën, ai duket që e do, sepse gjithmonë kur ato të dy kanë zënka,
gjesti mbyllet në vetvete. Domethënë nuk është ky tip i mashkulli që të bërtet, të ulëret, të grindet me një femër, është shumë i ndërtuar në karakterin e burrit, sepse pa marrë parasysh sa bërtet një femër, asnjëherë një mashkull që në të drejtë është burr nuk i kthehet me të njëjtën gjuhë, dhe gjesti këtë gjë ka bërë në shtëpi. Po të futemi në detaje të analizojmë marrëdhënien e tyre, zënkat e tyre, sidomos me rihyrjen e Eglit ku automatikisht Egli e tregoi dhe këtë xhelozinë e madhe që ka tek gjesti kur i afrohen femra të tjera, që në rast kryesor ishte edhe Rozana, e cila ju afrua gjestit, dhe Egli e tregoi këtë pjesën, që domethënë e kishte si dhimbje në shpirt se përse të afroheshte ajo dhe çfarë dëshironte t'i thot, edhe mendoj që kjo është fakti që një vajzë mundohet që të bën maksimumin për t'i dhënë një djalit dashurinë, dhe në xhelozi shihen të gjitha detajet. Unë e pres moment në moment, sepse kjo nxehtësie, kjo eksitimi mes të dyve nuk ka qenë më herët. Domethënë më herët nuk ka qenë kjo lloj i marrëdhënies. Më herët ishte ai gjesti që ikte, më herët ishte ai gjesti që nuk ja plotësonte kriteret kësaj vajze. Ndërsa tani është ky gjesti që plotëson kriteret, tani është ky gjesti që vrapon pas Eglin, tani është ky gjesti që do ta bën të lumtur Eglin, tani është ky gjesti që eksitohet me Eglin gjatë bisedës dhe i kërkon Eglit diçka më shumë. Dhe unë mendoj, sepse gjesti kërkoi marrëdhënie seksuale publikisht. Me thënë i tha Eglit te banjoja që unë nuk e kam bërë 6 muaj dhe kam nevojë të kryej marrëdhënie. Dhe këtu domethënë kemi një lloj ndjesie që unë e shoh të sinqert nga ky djalë, por mënyrën të spontanitetit të gjestit e mban gjithmonë larg asaj mënyre se si t'ja shprehen dhe se si t'ja tregon emocionet kësaj vajze. Dhe mendoj që kjo është arsyeja që gjesti nuk arrihet do t'ja thot, sepse ndoshta gjesti nuk mund të jetë ai çuni në natyrën e tij që ulet në gjunjë edhe t'jep trëndafila kësaj gocës. Po të bëjmë një analizë të videoklipeve të gjestit, ka kënduar gjesti këngë për dashuri, që janë tekste kena dash me pas të njëjtin mbi emër, unë ty të kam thënë shpirt, më ke thënë zemër, domethënë tekste të këtilla që brenda mbajnë shumë romanticitet, mbajnë shumë ëndra, por realizimi i atij klipit ka qenë gjithmonë një vrapim, një hecje, një stil interesant që gjesti e ka shprehur natyrën e tij dhe nëpër videoklipe. Dhe kjo nuk kupton që gjesti nuk është ai çuni romantik që ndoshta ne mund të pretendojmë, atë lloj romanticiteti që e kishte Luizi me Kiarën në raport të lidhjes së tyre. Dhe për këtë gjë jam shumë konfuz në fakt në këtë marrëdhënie, jam shumë në pikpyetje në këtë marrëdhënie dhe mendoj që gjesti është spontan dhe do t'i bëj të gjitha gjërat spontane dhe pres moment në moment të ndodhen diçka e bukur mes këtij çifti, të ndodhen një moment që do t'ia tërheqën të gjithë vëmendjen publikut shqiptar për të gjithë atë romancën që këto të dy do të krijojnë. Unë do kisha dashur që këtë romancën e bukur ta shohim dhe ne në shtëpinë e Big Brotherit, por siç duket po i numërojmë ditët, por kemi kohë edhe një javë të plot për të parë këtë moment fantastik.